Herë në jetën time, sepse për gjithë të neve ka qenë pabesueshme që një njeri si ishte Agimi mund të bie dëshmor në altarin e lirisë, dhe ka qenë shumë e papranueshme për të gjithë bashkëluftëtarët e prurët që aja mund të jetë e vërtet, edhe në farë forme fillimisht nuk e ndoshta ta pranojmë si realitet, po me pastaj është tërheq trupi i tij, është pa që Agimi nuk ishte më fizikisht në mesin tonë dhe fillimisht ka qenë ndjenjë e keqe dhe tek frika se po e murën lajmin ushtarët dhe e prorët që Agimi ma nuk është mesin tonë, mund të ketë ndoshta edhe zhgënjime apo si di edhe ftofje mund të themi, po kjo ndodhi faktikisht ndryshe, pas që kuptuan të tjerë që Agimi ka ra në altarin e lirisë, ata e dhanë besën se aty ku është derë gjaku i Agimit, shkel ka masër. E kuptoj që është një ditë shumë emocionuese për ju, zoti Gashi. Nuk është vetëm për ju, në fakt është për gjithë ne kur flasim për figura të rëndësishme, dhe sidomos për juve që jeni bashkëluftëtar i tij. Po, jeta kishte kështu. Më pastaj ne vazhduam betejën, të njëjtën gjë patëm fotëm edhe me shumë bashkëluftëtarë për të tjerë, njerëz që me të vërtet kanë kontribu ndër breza për çlirimin e vendit. Njëjtin fat e patëm edhe me Saliçekun, pastaj edhe me 112 dëshmorë të tjerë që raun heri kështë në altarin e lirisë në Koshare. Falë gjakut të tyre në sot për egzojmë lirinë. Andaj kam titulluar edhe emisioni sot një jetë që s'ka fund, sepse ata luftuan që ne sot t'jemi të lirë, edhe që gjenerata ime të jetë interesuar, ta di historinë, edhe të dim t'i njohim ato figura që kanë luftuar për ne që ne t'jemi të lirë, dhe sot nuk e di a e shohim ndoshta lirinë në maksimum, mirë po ata e kanë bërë këtë për ne dhe andaj për neve është një jetë që s'ka fund. Ata duhet të përmenden dhe të t'i kujtojmë gjithmonë. Ndërkaq zoti Gashi, derisa ju shoh juve shumë të emocionuar kur flisni, a e kujtoni atë ditë si flasim 26 vjet pas? A ju duket juve një kohë që ka kaluar, apo ju duket sikur të kishte ndodhur tje? Në fakt, përjetimet që kanë qenë atje, tek secili që ka qenë pjesë në këtë rast, me që jem të fokusum tek betejë e Kosharës, do të metën përjetësisht në mendjen e tyre, sepse me të vërtet ka qenë një betejë mirë organizume, ka pas njerëz që mund të them pjesa më e madhe kryesisht kanë ardhur nga diaspora, bile komandanti i brigadës Rustem Berisha shpesh herë përmend thotë edhe po të kisha mundësi me i përzgjedh këta kolegë e prurë ushtarak apo edhe secilin ushtar e ushtare, ndoshta në vlerësim do të kisha gabu. Thjesht kanë qenë njerëz që gjithçka kanë lënë me vetëm qëllim për lirinë. Betejë e Kosharës është nisë me një numër të vogël të njerëzve, dikon rreth 300, duke përfshi edhe njësitë të mbështetëse në këtë rast, logjistikën, mjekët, artilleria, por me